Mirë, jemi rikthyer në studio, tashmë do të ndalemi në një bisedë e cila na informon lidhur me shëndetin e syrit. Fëmijët nga mosha 3 deri në 12 vjeç duket të kenë pikërisht problematikat më të mëdha, por se si mund t'i kushtojmë më shumë vëmendje dhe se si të kujdesemi për shëndetin e syrit, do ta trajtojmë me mjekun okulist Renis Qamo. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, doktor. Gjeta. Pse konsiderohet mosha 3 deri në 12 vjeç si periudha më e ndjeshme për shëndetin e syve? Sepse është faza e formimit të syrit, që fillon nga lindja, kalon në moshën 3-4 vjeç, në moshën 9-10-11 vjeç, dhe që mbyllet bëhet dhe faza e mbylljes së formimit të syrit në lidhje me trurin. Nëse do kemi mundësi të flasim më vonë, që është dhe sëmundja e ambliopis, patologjia e ambliopis, e cila nuk korrigjohet më pas moshës 10-11 vjeç. Nuk korrigjohet më pas moshës 10-11 vjeç. Deri në 12 vjeç ne kemi përfunduar me formimin e syrit, pra të lidhur me trurin në këtë rast. Po, në lidhje me trurin, sepse është një fazë mbylljes së regjistrimit që bën truri për pamjen që përfitojmë, që regjistrojmë. Si jemi ne shqiptarët me shikimin kështu në një këndvështrim përgjithshëm? Në ana e syrit ne kemi një problem të trashëguar, që kemi probleme refraktive të trashëguara, të miopis më shumë, po dhe të hipermetropis, ose si të quhet në gjuhën popullore, të minusit ose të plusit, syzat me minus ose me plus. Këto janë dy problemet më madhore të popullatës shqiptare. Tani ne jemi përballë faktit që përdorim telefonat gjatë gjithë kohës, kemi kontakt me teknologjinë, fëmijët janë të ekspozuar në një mënyrë apo në një tjetër drejt ekraneve, kush në televizor, kush në telefona. A është ky dhe a mbetet ky shkaku kryesor i problemeve me shikimin? Ky është shkaku kryesor i konsumimit të syrit, sepse refraksioni ose numri lind me njeriu, përveç disa patologjive të caktuara që mund ta përfitojnë gjatë rrugës, që janë shumë të pakta, dhe vdes me njeriu. Dhe pastaj përdorimi i teknologjisë çon në konsumimin e syrit, që ky numër mund të dalë më herët apo më vonë. Moshat tona që kompjuterin, sepse telefoni nuk e kanë pasur në moshën 15-16 vjeç, në qoftë të gjithë flasin që ne kemi vendosur syzat në gjimnaz, në qoftë se pyesni për persona mbi 30 vjeç. I kanë vendosur në gjimnaz sepse telefoni është faqur në atë moshë dhe pastaj kompjuteri. Kurse tani fëmijët lindin me telefon dhe mbajnë telefonin gjatë gjithë kohës në dorë. A ka mënyra... Ndodh një konsumim më i shpejt i syrit në një fazë kur syri akoma nuk është i zhvilluar. Cilat janë fazat e para ose shenjat e para që ne na jep syri në momentin që nuk po shkon ashtu siç duhet, ka nisur probleme? Po, fëmijët e sotëm, siç tham, lindin me telefon dhe me televizor. Në moshën 3 vjeç ose 4 vjeç, fëmijët që nuk shikojnë nga larg i afrojnë televizorit. Kanë tendencën që t'i afrojnë televizorit, kurse ata që kanë me plus kanë tendencën që t'i afrojnë gjërat shumë afër për t'i parë. Janë disa shenjat e para, ose mund të jenë tendenca e strabizmit, kur ka një numër astigmatik me cilindër, të cilën prindit e vënë re gjatë kohës që fëmia është i acaruar më shumë, ose nervoz, sepse bëhet komplet tërheqja e muskujve dhe ndodh edhe strabizmi. Përtej diskutimeve të shumta që ne... Përveç genetikës, që prindit që vuajnë që kanë probleme me syt, kanë tendencë shumë të madhe për ta trashëguar, mbi 70%. Përpara se të ndalemi tek trashëgimia e sëmundjeve dhe problemeve me shikimin, do doja të ndalesha pak tek disa këshilla praktike lidhur me ekspozimin ndaj teknologjisë. Pra çfarë mund të bëjmë në mënyrë që syt e të vegjëlve të jenë të mbrojtur? Shmangje telefonave, tabletave, pothuajse 90-100%. Shikimi i televizorit në distancë 2,5 metra 3 varet nga madhësia dhe e televizorit. Teknologjia është shmangja sa më e madhe. Për të ruajtur syrin deri në një fazë ku kemi mundësi që ta mbrojmë dhe të ruajmë shikim optimal edhe pas syza. Ekzistojnë syzet blue light, të cilat kanë ato xhamat që thuhet na mbrojnë nga ekranet e telefonit apo të... Ekzistojnë dy xhama, janë antirefleksi thjesht dhe blu kontrolli. Tani me komercialitetin Sa efektive janë? Janë efektive si xhamat antirefleks të thjesht, si blu kontrollit, që janë antirefleks blu. Ka dhe antirefleks të bardhë, që është antirefleksi më i mirë nga të dy këta antirefleksin e folën, por është akoma më i shtrenjtë. Sepse varet është çështje... Syri besoj nuk kursen. Nuk kurset, por është më pak i njohur në Shqipëri tek neve dhe më shumë i njohur është blu kontrolli. Ka disa filtra në çështja e marketingut, del që ka disa filtra më shumë mbrojtës, siç ka dhe antirefleksi që ka dhe jeshilin dhe blun të përfshirë.
Tani me teknologjinë e re janë bërë xhamat kanë arritur cilësinë maksimale, por ndihet që dhe çmimet kanë arritur. Patjetër, se gjithçka Por që ekzistojnë dhe në Shqipëri janë futur vërtet xhama cilësor, ka kompani cilësore që fusin xhama cilësor për ta mbrojtur. Pastaj varet edhe në bazë të asaj që kërkon klienti, mundësi sepse jo të gjitha kanë mundësi. Syzet gjithmonë në mentalitetin shqiptar, po besoj kudo në mbar botën kanë qenë një lloj kompleksi. Vazhdojmë ta kemi po njësoj? Prindit e fëmijët po. Kurse tek të rriturit po thuhet se po hiqet si kompleks dhe më shumë është shtuar si aksesor. Dhe dikush i mban edhe qoftë për të dukur më bukur, po këtu do doja të ndaleshim pak me prioritet, sepse shohim në markete, në dyqane aksesorësh që ka syze të cilat mund t'i blesh me një kosto shumë të lirë, ka njerëz që i blejnë, i vendosin. Çfarë duhet të kem parasysh? Çështje mundësie, për shembull tek moshat pas 40-ave që i blejnë, që është presbiopia, që është fiziologjike e syrit që humbet fokusimin për afër, lind nevoja e syzeve për afër. Shumë moshe të reja pensionist, aq është mundësia financiare, problemi atyre syzave është parametri teknik, dhe përveç parametri teknik është që nuk ke një vizitë me okulistin, dhe në qoftë se pas moshë 40 ti ke nevojë themi për plus 0,5 ose plus 0,75 dhe ti shkon dhe merr market ose në dyqan plus 25 ose plus 1,5, automatikisht e ke rritur numrin për afër dhe syrin, kur e ka fituar këtë numër, nuk e ç'bën më për ta ulur. Nuk është njësoj si ajo për larg, që në qoftë se ndodh një gabim, vendos një numër më të madh, syrit nuk i ndodh asgjë në krahasim me çfarë thonë që kemi vendosur numrin gabim, na ka dëmtuar syrin etj. Nuk ndodh që të dëmtosh syrin dhe po ke vendosur një numër të gabuar për larg, thjesht mund të sjellë një shqetësim në pamje ose marrje mendsh, gjëra të tilla e cila rregullohet me ndryshimin e numrit dhe me vendosjen e numrit të saktë, kurse te numri për afër, numri rritet vetvetiu dhe kur vjen te vizita e radhës që mund të vi pasi e ka parë që numri rritet shumë, okulisti në vizitë është detyruar në qoftë sepse ecën edhe në bazë të moshës, përveç disa patologjive tjera që tek të 50-at është plus 1 deri në plus 1,5, te të 60-at është 2,25, 2,5. Në qoftë se një person në të 50-at na ka ardhur që ka mbajtur të syza që në moshë 45, 1,5, më falni, jeni detyruar që në moshën 50 ne të kalojmë të 2,5, sepse do kalojmë mbi numrin që ka, sepse numri për afër lëviz dhe në bazë të moshës, derisa stopon në moshën 60-61 vjeç. Kapja herët e problemit, a mund na çojë në një heqje të plotë të syzeve në rast se i kemi pasur që herët? Kapja herët e problemit nuk na çon në shmangjen e syzeve, por na çon në ruajtjen optimale të shikimit pas syze dhe në një numër të vogël të syzeve. Sepse patjetër me kalimin e kohës, me kalimin e kohës dhe sidomos në mënyrën e jetesë që ne bëjmë sot me përdorimin e teknologjisë, edhe aty ku nuk kemi pasur numër, po shfaqen numra të vegjël për shkak të lodhjes së syrit. Do doja ta cekja edhe këtë temë, sepse më ka ndodhur në shumë raste të shoh njerëz të cilët përdorin syze, po nuk i përdorin gjatë gjithë kohës. Pra, 1 orë po, 2 orë jo, e kështu me radhë. Sepse janë numra të vegjël, tek 0,25-a, 0,5-a ose me 0, të cilat janë me filtrat mbrojtës antireflekset e jeshil, blu ose të bardhë, të cilat përdorim thjesht për të mbrojtur syrin nga ekranet digjitale. Po, a ka problem fakti që i heqin dhe vendosin e pasere? Jo, nuk ka problem, sepse për këta arsye i kanë marrë numrat e vegjël, sepse ata kanë një pamje optimale mbi 95% me syrin e vet dhe e bëjnë këtë gjë është efikase për të mos lejuar rënjen e shikimit poshtë kësaj vlere. Për të ndalur tani tek problemet reflektive më të shpeshta tek fëmijët, cilat janë? I përmendëm disa prej tyre, po do doja të ndaleshim edhe më gjatë, përmendët që cilat janë ato prej që transmetohen më shumë nga miopia, hipermetropia dhe astigmatizmi. Domethënë, të gjitha trashëgohen. Duke futur dhe syrin dembel ambliopin. Kjo ka një përqindje të caktuar, pra jo në çdo rast një detyrimisht do ketë probleme me... Jo në çdo rast, ka kur janë gjenetike në shumicën e kohës dhe 78% e probleme janë në pjesa gjenetike. Pastaj ka disa patologji të ndryshme të cilat mund të ndikojnë në formimin e një numri. Sa kritik mund të bëhet syri për shëndetin tonë? Pra, shumë kritik dhe në qoftë... Jo vetëm për shikimin, po më tej edhe në mirë funksionimin e organizmit tonë. Kritik për jetën, sepse me humbjen e shikimit del automatikisht një person me aftësi të kufizuara dhe një person që do kujdesi 24 orë. Në qoftë se do ta kemi parasysh, edhe kur je sëmur thot aman doktor syrin se më mirë të vdes, kurse kur thot
kur ka një problem tjetër, thot, më shëro, thot. Syrin dhe gojën mendoj unë. Te syri e ka më problem sepse vërtet kalon në një gjendje të pa shpresë, e ndjen veten vërtet të pa motivuar, të pa vlerë në shoqëri, të pa aftë në shoqëri. E kemi dëgjuar, po ashtu shpeshherë të thuhet që syt patjetër janë pasqyra e shpirtit, kjo shprehja e bukur, po kam përshtypjen janë edhe pasqyra e shëndetit tonë, cilat janë disa prej sëmundjeve që lidhen drejt për drejt me syrin, ose që na japin shenjat e para që nuk jemi mirë nga ana shëndetësore përmes syve ta. E para punës te pjesa e syrit vjen shumë pacient me pjesën që vuajnë nga diabeti ose nga hipertensioni. Që thonë, doktor, me iku pamja, po më erdhi prapë. Ky nuk është një problem i syrit. Në qoftë se shikimi i syrit, pamja e syrit është duket, ose do bësh një ndërhyrje kirurgjikale ose një ndërhyrje tjetër për ta sjellë, ose do janë syzet ose mjekimi. Nuk ikën dhe vjen vetë. Domethënë, një pamje që ikën dhe vjen vetë është një luati i gjendjes së përgjithshme. Normalisht, domethënë, okulistika lidhet si me pjesën neurologjike për pjesën e dëmtimeve, neurokirurgjisë, endokrinologjisë për pjesën e diabetit, hipertensionit, kardiologjisë, domethënë për pjesën e tensionit, të dermatologjisë, të reumatologjisë, që janë sëmundjet që shprehin problemet tek syt dhe që japin një shikim edhe që ikën dhe nuk vjen më. Për te shikimit që ikën dhe nuk vjen më, ka shenja të tjera të cilat mund t'jenë të neglizhuara nga një pjesë e mirë e pacientëve? Që më këto venulat, po i shua ju nuk po gjej do të termin e saktë tani, që krijohen në sy, ato vijat e kuqe brenda syrit. Vijat e kuqe brenda syrit është një tension arterial i lartë. Është një problem që lidhet me tensionin e gjakut, i cili fillon me rritjen e tij fillon qarkullim më i madh dhe normalisht enët e gjakut të syrit janë më të ndjeshme, mund të ndodhë një hemorragji subkonjunktivale, kjo e kuqja që ndodh te syri, e cila nëse ndodh në tru është fatale. Fati mirë i këtyre që ndodh te syri është që është kliruar te syri gjithë kjo energji dhe ka shpëtuar dhe është një kamban alarmi. Çfarë mund t'i shkaktoj syrit? Syrit nuk i shkakton asgjë kjo e jashtmja, hemorragjia e jashtme, siç cervoja ose bërëvoja që janë trombozat e syrit të brendshëm mund të çojnë në humbje të shikimit. Varet sepse janë dy që mund të shkaktojë tensioni i lartë, hemorragjinë subkonjunktivale të jashtme, e cila për pamje nuk ka problem përveç se është e prikshme si pamje kur e shikon, sepse është gjak në sy, siç është më pak e dukshme dhe e frikshme kur në qoftë se e thuaj, po më shumë e dëmshme, trombozat që ndodhin pjesën e mbrapsme të syrit në retinë, pra për shkak të një hipertensioni të lartë. A mund të ndodhë në çdo moshë? Më shumë janë të moshët e treta, përveç të rinjve që janë të predispozuar që të vuajnë nga këto sëmundje, që janë gjenetike, sepse, siç e kemi parë, ulja domethënë e prekjes në patologji të ndryshme e moshës mesatare. Do doja të preka edhe një pjesë që lidhet paksa edhe me estetikën. Tek vajzat, sidomos, shohim një tendencë që kanë dëshirat e tyre për të pasur një ngjyrë tjetër të syve dhe përdorin lentet me ngjyra të ndryshme. Unë hy tek ata pjesëmjekësh që syri është një organ shumë delikat. Në qoftë se nuk jetë diçka patologjike për ta prekur, është mirë që mos ta prekësh. Te pjesa e lendave, siç e dimi, jetojmë në Tiranë, Tirana nuk është ky ambient i pastër në ajër dhe higienik, i cili të lejon të përdorësh, domethënë, lentet në një mënyrë të lehtë. Pjesa e lenteve është një pjesë shumë higjienike. Duhet shumë kujdes me higjienën dhe lentet, në qoftë se kemi parë të gjitha protokollet, shkruhet që janë 4 deri në 6 orë, kurse një shqiptar lentet i përdor të paktën mbi 8 orë. Mbi 8 orë. Që këtu fillon problemi. A ka rëndësi vendi ku i blen, ku i merr? Jo, nuk ka rëndësi vendi ku i blen, po mënyra se si i vendos, ambienti ku punon, sepse lentet nuk kërkojnë në ambient pune, si që jemi këtu një ambient shumë të ftohtë ose shumë të ngrohtë, duan një temperaturë optimale, duan larjen e duarve sa herë i heq dhe i vë, lëngun e vet, ku hidhen dhe ku pastrojnë kutinë e vet. Normalisht bëjnë te sytë e thatë ose sytë alergjik janë akoma më të ndjeshëm. Dhe pastaj po flasim që në Shqipëri ka dhe njerëz nga ata që lahen me lente në sy dhe një rast të fundit në kohën para se të mbyllja specializimin, moshë adoleshencë, nuk janë të rralla lentet. Nuk e di çka ka ndodhur sepse pacientja është mjekuar ditët e para në Shqipëri dhe pastaj ka ikur në Amerikë sepse studonte atje. Shpresojmë që ka shpëtuar syrin si organ, sepse si pamje nuk përfitonte më dhe të themi që është vetëm mund të çojë në një infeksion të rëndë që shkon deri në humbje të shikimit ose të syrit. Kështu që duhet jemi shumë kujdesshëm. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe mos i përdorim më shumë se sa 6 orë në ditë, aq sa e shkruar, sepse
siç ka raste që i heqin dhe i vënë në rrugë pas një lloj problemi, rastet e dukshme, janë dhe ato rastet e padukshme që shkojnë që në moshë të vogël, në humbje shikimi total ose në heqje syri. Kur duhet ta dërgoj një prind fëmijën e tij për vizitën e parë tek okulisti dhe a duhet detyrimisht të ketë probleme, të shfaqë këto shenjat që ne i përmendëm që të shkojë tek okulisti, apo duhet jetë një kontroll rutinor i bërë çdo herë? Me protokollet e reja, fëmija kontrollohet që në moshën sapolin nga neonati dhe për fëmijët që shfaqin probleme, neonati thërret okulistin, oftalmopediatrin ose okulistin pediatrin. Në qoftë se ka ndonjë problem, në qoftë se nuk shfaq ndonjë problem me sëmundjet që janë të lindura, kongenitale, atëherë mirë është që vizita e parë të bëhet në moshën 3-4 vjeç, varet edhe nga karakteri i fëmijës, sa ri, sa i përqendruar është, dhe për të parë në qoftë se ka problematik ose në qoftë se nuk ka problematik. Në bazë të konsultës dhe të rezultateve që dalin, okulisti vendos që si do bëhet ndjekja. Dhe për të ndalur në përfundim, paksa tek aspekti ekonomik, a janë të përballueshme për një familje shqiptare vizitat okulistike dhe pajisjet, sikur se mund të jenë syzet optike në këtë rast? Tani, në shumicën e kohës, në shumë optika, edhe ne nga ana njerëzore shikojmë unë kam pacient që në një familje janë 3 ose 4 fëmijë. Dhe normalisht ata vinë në një të kohë për të bërë vizitë dhe është normale që nuk mund të paguajnë 4 vizita, të paktën në ana ime. Pastaj mund të ketë klinika që aplikojnë të 4-ta ose klinika që nuk aplikojnë asnjë vizitë, varet. Vizita falas mund të ofrojnë të këta pacient që kanë, të këto familje që kanë shumë pacient në familje dhe normalisht është normale, sepse kjo është shoqëria ku ne jetojmë, ambienti ku ne jetojmë, kushtet ekonomike të cilat ne kemi, dhe normalisht do përshtatemi dhe me ato, por në bazë edhe në shtet janë të gjitha falas, po flasim për pjesën e privatit, në bazë edhe me pronarin e klinikës, sepse jo të gjitha kanë detyret. Mund ta gjejmë një mënyrë për të negociuar apo edhe për të... Gjithmonë ka një gjë të përbashkët dhe një mirë kuptim. Për sa kohë ne gjejmë mundësi për të paguar një shërbim tjetër që mund të mos ketë lidhje me shëndetin, jam e bindur tek shëndeti si dhe qoftë nuk tregojmë kurse. Jo të gjithë kanë këtë mendim, por që kjo është shoqëria në të cilën jetojmë, por është e rëndësishme të themi që duhet ta ruajmë si sytë e ballit syrin tonë. Të japim në përfundim disa këshilla praktike, doktor, për ta mbyllur këtë intervistë, ashtu siç duhet, me disa këshilla dhe informacione që i vinë në ndihmë çdo individi. Çfarë duhet kemi kujdes për një higjenë të mirë të syrit, edhe në rast se nuk kemi probleme? Higjiena e syrit është normale, larja e syve, kujdesi në qoftë se kemi një sy më të ndjeshëm ose më të thatë që ndjet ose jemi alergjik. Më ndjes që ju ndërpres, po kemi një shumëllojshmëri make-upesh që përdoren në... Cilësia make-upeve, por jo vetëm cilësia, sepse kemi edhe persona që janë alergjik edhe nga cilësive shumë të mira. Ose duhet të shmangen, ose duhet të gjenjë një produkt sa më të lehtë që nuk i jep shumë acarim. Sepse tek syri ka shumë problematika, syri thatë, syri ndjeshëm, syri alergjik. Dhe syri alergjik është shtuar ndjeshëm, sepse edhe sëmundjet alergjike janë shtuar. Doja të thoshja diçka te pjesa e fëmijëve që problemit tek fëmijët nuk janë fëmijët, në 90% rast nuk janë fëmijët, por janë prindrit. Prindrit nuk vuajnë akoma sindromen e fëmijas që do bullizohet për shkak të syzeve, por nuk vuajnë sindromen që ky fëmijë ngelet mbrapa, ky fëmijë nuk shikon, ky fëmijë nuk përqendrohet, ky fëmijë ka probleme me dhimbje koke, me dhimbje sysh, me shqetësime të tjera. Janë ulur, por ekziston akoma dhe në këto momente që po flasim, dhe është një problem shumë i madh sepse siç mund ta themi, ky fëmijë ka një deficiencë dhe shkon me shumë probleme në një moshë madhore. Domethënë detyra e fëmijës, siç u them, tek kjo pjesë janë shumë kritike edhe me pacientët e mi, që ti si prind ke për detyrë që deri në moshën 12-13 vjeç ta çosh me pamje maksimale dhe me një sy të shëndetshëm, pastaj pas asaj moshe, sepse fëmijët sot nuk janë koshient më 18 vjeç, por janë koshient që 11-12 vjeç, ai nëse do mund të heqë syzet, nëse do mund t'i thyej, nëse do mund t'i mbajë, nëse do mund të bëjë çdo gjë. Por ti deri në atë moshë që ke për detyrë, duhet ta çosh me një pamje të mirë dhe një sy të shëndetshëm.
Doktor, unë ju falenderoj për bisedën edhe një pyetje. Po, patjetër. Shpeshherë unë lexoj informacione interesante që lidhen me ngjyrën e syve. A ka një tipar dallues sa i përket ngjyrës së syve? Syt me ngjyrë kanë risk më të lartë patologjik. Syt me ngjyrë, pra syt blu, syt blu, syt jeshil, në rastet patologjike janë domethënë tek studimet që ne kemi parë dhe studimet e jashtme më shumë, sepse këtu janë më të predispozuar për patologji të ndryshme që të preken, si nga pjesa e kataraktës, si nga pjesa e glaukomës, si nga pjesa e tumoreve, në vetvete kanë një ndjeshmëri më të madhe se sa një sy me ngjyrë tjetër. Kështu që jeni mirënjohës ju që keni syt kaf apo të zi në këtë rast. Edhe ullin, si themi në shqiptarët, ngjyrë ulliri, kështu që është një gjë ndërmjetme. Doktor, shumë faleminderit për bisedën dhe çdo informacion.